në lidhje drejt për drejt Skype mikun tim Gjergj Stefa, analist, komentator futbolli, po ashtu analist politik dhe një nga ekspertët më të mirë në tregun e pasurive imobiliare. Gjergj, përshëndetje. Përshëndetje, një ditë të mbarë dhe një fundjavë të bukur për juve dhe gjithë shqiptarët. Knajsi, falenderoj. Gjergj, për ty drejtën temë, si po duket mesazhet e fushatës dhe PR-i që po i bëjnë liderët secili partive dhe grupeve të veta. Edi Rama nga njëra anë që i drejtohet opozitës me fjalët çyryk, autik, burrat të cilët janë të pavë dhe i thonë grave që merrni ata dhe nëse do votojnë opozitë mos e lini dalin zgjedhje, ndërkohë që nga ana tjetër Saliu bashkë me Ilir Venozin derdhin një lumë sharrjes dhe ofendimesh ndaj Edi Ramës. Po e fillojmë mirë me dy të mëdhenjt. Dy partitë më të mëdha. Okej, para të falenderoj sepse po më pret mundësia që të shpreh opinionet e mia, sepse në kuadrin e sondazheve është shumë e vështirë që ne të japim opinione mbi sondazhet. Shiko, politika ka qenë një pasion im shumë i hershëm, që i vogël. Dhe për fatin tim të mirë, unë jam 43 vjeç dhe kam parë fushata spektakolare në Shqipëri. Fushat shumë e bukur ka qenë në vitin 96, ka qenë shumë e egër, shumë i vogël. Në vitin 2005 dhe 2009 që për mua ka qenë fushatat më cilësore nga pikpamja e diskursit politik. Mund për shembull që në vitin 2004 ka pas emisione shumë mira me njerëz si Kenz Ruli, Ridvan Boda, Arben Malaj, specialistë ekonomie të cilët diskutonin mbi nivelin e taksimit, mbi disotjasës, së maqjes etj. Unë mendoj që pat një përpjekje në vitin 2021 që Basha dhe Rama të bënë një fushat të dejmë njëri tjetrin, por me të mbyllur këto zgjedhje, ato të 2021-shit, unë mendoj që fushatat në Shqipëri kanë kaluar në një tjetër nivel. Mund ta klasifikojmë në 3 aspekte. E para është e mërzitshme, sepse Edi Rama ka qenë vitin 1999 kur bënte fushatën për kryetar bashkisë të Mishin, pra ka 26 vite në fushatë, dhe sado inovator, sado i batutës tjetë, sado karizëm të ketë, sado pikpamje të ketë, vjen një moment që konsumohesh. Nga ana tjetër, Berisha është një fotokopje e tij që nga viti 1991 deri në vitin 2025. Pra edhe ai ka afro, ku diun tani, ti bëjmë llogaritë se mos gabojmë me shifrat, më shumë se 2 dekada. Para në këtë këndvështrim, unë mendoj që në përgjithësi shqiptarët nga viti 90 deri tani janë mërzitur me këtë duel dhe do donin ndoshta një duel të ri. Ose me ndonjërin prej tyre, ose me 2 personazhe të rinj. Unë mendoj që nga pikpamja e fushatave, Rama ka dhe pak që mund të japi, sepse ka atë tipin e tij me batuta, ndërkohë që për Berishën mendoj që realisht kjo do të jetë fushata e fundit, sepse e shoh edhe fizikisht të lodhur në fushatë. Për sa i përket pastaj asaj çfarë ndodh realisht në fushatën, më vjen keq, mërsit që nuk fitej gjëra serioze gjatë fushatës. Sigurisht që fushata duhet të ketë anën e saj folklorike, duhet të ketë edhe karizmën e saj, duhet të ketë batutat e saj, duhet të ketë goditjet poshtë brezit dhe sipër brezit, por në fund të ditës jemi duke folur për një muaj kur politikanët duhet t'i japin, t'i ofrojnë qytetarëve një kontratë, e cila duhet riparë pas 4 vitesh. Dhe si çdo kontratë, duhen shkruar pikat se çfarë ata do të ofrojnë. Në përgjithësi për të gjitha fushat, a është kjo një zgjedhje diabolike, sidomos nga ana e Ramës? Unë besoj që po, sepse e njoh Ramën politikisht dhe ai është gati të ofrojë publikut çfarë dëshiron, një program në 2019, apo mos ndoshta këtu kanë frikë edhe partitë e reja. Numri i këshilltarëve që mbajnë pranë për shumë qasje të shumë fushave të jetës, ose është i vogël ose nuk i marrin në konsideratë. E qartë. Gjergj, si shikon ti situatën në raport me këto partitë vogla me qenë se i përmende? A kanë arritur ato ta aktualizojnë veten në kuptimin e konfigurimit politik, apo thjesht do ngelen në kuadrin e lajkeve dhe në kuadrin e komenteve në Facebook dhe në rrjetet sociale, nuk do përkthehen në vota për gjyshmëria që ato gëzojnë? Dikush është problemi i Marsit, problemi është kush është modeli, pra kush është modeli që ti ke, kush është Marsiti, kush është Gjergji, në politik duhet të jesh origjinal, duhet të jesh autentik. Nëse një njeri serioz, Sali Berisha, i veshur mirë, ka 50 vjet me vjetë ngrua, miljar, pra mendon çfarë thotë. Nëse ky model i ofrohet shqiptarëve, apo nëse kemi modelin tjetër, pallon shkurta, prekushe, 4 gra, ku diun, vjet, e shturur dhe bukur, karizëm, ofendime, ky është Rama. Nëse ne këto 2 modele i kemi, ti që je liri, kush je? Dhe pse duhet të jesh patjetër njëri nga këta të 2? Pse nuk je dikush tjetër? Pse në diskursin të shprehurit ka vetëm vuajtje, varfëri, etj. Çfarë ofron? Ideja është çfarë ofron, sepse ti hyr në një treg prantimesh
ku ti duhet i bindesh njerëzit që pse do të votojnë ty. Në qoftë ti i premton njerëzve atë që i premton Berisha apo atë që i premton Rama, pse do të votojnë ty? Në qoftë ti bëhesh pak Berishë dhe pak Rama në diskursin tënd, pse do të ofrojnë ty? Unë shpresoja shumë që në vitin 2025 marsin ne të kishim lider të rinj politik fantastik. Shpresoja të kishte më shumë për marrëdhëniet e hapura, shpresoja të kishte më shumë për kujtun, për inovacionet, për seksin, për filmat, do ta vëmë në stadin e një tjetër nivel, për digitalizimin, për shoqërinë, për trinj, për fëmijët, të jepesh një ide spektakolare. Unë do doja për shembull shumë që të rinë të bënin debatin nëse në shkolla shqiptare do kishte iPad apo stilolaps, ë? E kupton nëse ne duhet përfundimisht të bëhemi një vend pak për sportin sepse kemi humbur gjithë terrenet sportive, nëse ne do ta fusim teknologjinë në çdo fshat sepse ai që është në fshat duhet të përdorë chat GPT, po jo, ai nuk kemi përfunduar. Unë dëgjoj politikanë të rinj, nuk do të përmendem që thonë çmimi i domateve në Maqedoni është më i lirë se në Shqipëri. Është një histori. Flasin të gjithë në emër të varfërisë. Janë të gjithë të vesh shumë mirë, jetojnë të gjithë në përshpia të mira, edhe të rinj. Nuk shoh në njërin që thotë one of us. Unë me realistim, qoftë ndonjëri nga ata jeton në një pallat ekzistues të viteve 80-90, hajde prit kokën mua. Ka të gjithë njësoj. Po si ka mundësi o Gjergji që pavarësisht stagnacioni ka një natë opinioni. Po? Apo jo, të FSU, dhe atje të krijojnë atë ndjesinë që ne jemi ardhmë etj dhe nuk shfaqin asgjë origjinalitet. Sali Berisha ka ardhur si strukturë konjunkturale e Partisë Komuniste sekretar atje. Njëftë strukturën. Edi Rama ka ardhur nga rruga, ka ndetur poshturës, ka fjetur të shtëpitë e shokëve, i shfaqur shqiptarëve një profil krejt tjetër. Ti kush je vëlla? Kush je ti? Kur them ti janë katër këta. Po, qartë. Barsi, je shkolluar, po, ka shumë njerëz të shkolluar. Ke një diskurs politik, e ke, gate, e kam shumë njerëz gate. Po. Ke sa njohuri të përgjithshme, ke dhe atë. Po. Se duhet të kesh diferencën? Pse mos e mund të jenë ata? Më kupton drejt. Po, e kuptoj logjikën, saktë. Pra, çfarë ofron? A e diti që një nga arsyet që kryeministri kanadez i ri para 8 viteve fitoi pushtetin ishte sepse tha do legalizoj kanabisin dhe prezervativat dhe në falas të gjitha shkollat? Po kaq bën diferencën sot. Po. Përveç strukturës etj. Unë po përplas për PR, pastaj partia ka nevojë për struktura ashtu të tema. E drejt. Atë Gjergji unë do të them këtë gjë. Pse si ka mundësi që qytetarët shqiptar, pavarësisht të stagnacionit të madh politik që kemi 12 vjet, sepse 3 mandate 12 vite janë stagnacion. Demokracia nuk kupton rotacion. Dhe pavarësisht paknejësive që kanë për Edi Ramën, dhe se ti e vetë personalisht që po merresh me sondazhe, ore si ka mundësi më vëlla që prapë Edi Rama del votë majoritare. Del 44%, 45%, e cila përkthehet 71 dhe 75 mandate. Dhe nuk mund të themi që është vetëm faj partive të vjetra ose partive të reja. Ka një gjë që nuk shkon këtu te perceptimi i qytetarit. Atëherë, do të jap dy shembuj për ta konkretizuar atë që mendoj unë. Shembullin e parë do të jap nga futbolli. Kur Tirana nga viti 1993 deri viti 1997 fitoi disputë 3 kampionate, 3 kupa, 2 superkupa etj. Dhe pyeta presidentin e kohës, me Steferi, deri pas njëri mrekullueshëm, ne kemi parë çop klasën në gjimnaz. Dhe pyeta si ka mundësi që e kishte shumë të vështirë vitin e parë, por pastaj gjërat do të bëhen shumë të thjeshta në të ardhmen, ndërkohë që do të kundërta. Gjë ishte shumë e thjeshta. Gjëja e parë që duhet të bësh është të forcosh veten, gjëja e dytë që duhet të bësh është dërmo kundërshtarin dhe pastaj njerëzit i vetë aty nga mbrapa, nuk ka nevojë që ti të bësh ndonjë gjë më shumë se kaq. Ti ule proces tekën, por në momentin që nuk ke kundërshtarin e fortë, e ke publikun e garantuar. Dhe ja të bëri. Dinamo që ishte ekipi mirë i mori 5 lojtar, Vllaznis ekipi mirë i mori 3 lojtar dhe megjithëse Tirana në 95-96 nuk kishte super ekip, e fitonte kampionatin sepse nuk kishte kundërshtar. Rama ka tjetër strategji. Rama bën strategjinë e Luanit me ujkun. Në xhungël, Luani ti kërkoi Luani që të nështronte ujshirin. Po ki tha Luani? Mund ta bësh, nuk është problem fare. Dhe çfarë ndodhi? Tigri shkoi tek Luenëri dhe tentoi që t'i bënte ata për vete, duke u dhënë 12 ujshërve, 12 porcione ushqimi të njëjta dhe një mbajti për vete. Ujshri filluan duke u zënë me Luanin gjatë ditë kohës, sepse thoni që ai kishte marrë një dhe Tigri ndjes. Dhe Luani shkoi sa Tigër, hap raundi ka se merrem më këtë punë. Sa ujshri jeni sa 12, 6 porcione i mbajun, 6 porcione i mbani ju. Ushqit filluan duke u zënë me njëri tjetrin se kush do hante 6 porcione. Ditën e dytë shkoi sa, a kështu që ka kjo punë? 9 porcione i mbajon, 3 porcione i mbani ju. Dhe çfarë ndodhi? Një nga ujshrit, që ishte më i forti, i vrau dy ujshrit e tjerë,
për të proporcionin. Dhe kanë kuptuar, sa s'kam nevojë të merrem me 12 ujë. Merrem me ujë më të fortë që kam përballë dhe s'di. E bukur, shumë e bukur. Po kjo pjesa si të është dukur më që u bëri Ilir Vernozi sërish personazh dhe ka qenë Ilir Vernozi fenomeni se me këtë do pinte kafe ai, da do pinte me Berishën apo me Ramën. Dhe ç'ishte gjithë kjo tendencë dhe konsistencë e Ramës se oj dua Vernozin kafe o s'ka. Ka që rëndësishëm duket Vernozi dhe ai shërben pjarit politik? Ilirin e njoh personalisht, nga që tifozë Skënderbeut. Po e njeh nga për shkak të futbollit, po. I kam bërë një speciale në kur luante Skënderbeu me Dinamon e Kievit në dyert të mbyllura në rrugët e Korçës, sepse është karizmatik. Shiko, mua më pëlqen kjo çështje. Pra, përveç mungesës së debatit shumë serioz, politik, ekonomik, social, sportiv, që është katastrofë, është fatkeqësi që nuk e kemi, është fatkeqësi, dhe kjo gjë duhet bërë me ligj, që të dyja palët të bëjnë debate publike minimalisht nga 10-15 secila për çdo fushë, ta zgjidhin vetë televizionin. Kjo çështje tjetër që këta e bën me qef, si puna e fenomeni Vernozi, është shumë i bukur. Një njeri duke ndejt punë të vetë, bëhet karizmatik, bëhet hero, delshi, trumën etj. Në botë, njerëz tillë për 4 vite bëhet senator më. Zelenski është sot i pari i vendit në Ukrainë vetëm se luan një film apo jo për presidentin. Nëse Vernozi e merr seriozisht gjithë këtë turmë shkon sa bukur, gjithë turma shef atë. Dhe çfarë emocioni është ajo? Unë flas me ty tani me njëri tjetrin dhe kënaqem. Imagjino kish përballë një tren e veta që të çojë me vëmendje. Kështu që Vernozi mund të konsideroj këtë gjë për një aksion politik. E bukur, por problemi që ndron këtu që Vernozi, pavarësisht të gjithave, tregoi që unë do jem solid me Partinë Demokratike, do jem opozitar dhe po erdhi edhe Berisha tha po shtetun edhe Berisha do i shkoj deri për plas deri do i them ore ma bëj pensionin 200.000 lekë. Pra Vernozi në kuptimin të sensacionit përfaqëson njeriu në thjesht, jo njeriu të interesuar të angazhuar për politikën. Nga vlera e një pensioni, mos seriozisht e ke. Po pse ti mendon që nëse pensioni sot është 100 euro në muaj dhe ne ja shtojmë 100 euro gjithë pensionistë të cili hallet e tyre u zgjidhen më? Jo. Ne dim shumë mirë si mbajnë pensionistët, me kursime dhe me fëmijë. Po fëmijët në fëmijë çfarë kursimesh? Po, jepu ca thëri me kohë. Pastaj. Ku ka ndonjë pensionist që ka kursime në Shqipëri o Gjergje? Pjesa më e madhe e pensionistëve mbajnë vetëm nga fëmijët. Ose jetojnë në një lloj forme minimaliste fare. 80% kjo. Shko, mua bëjti pensioneve shumë i gjerë dhe i gjatë, vetëm specializë merren e parë. E di çfarë më duket elegante te kjo pjesa e Vernozit? Po. Që njerëzit që kanë të etur për fenomene të tilla, nuk duan më ndoshta të shohin ato të shkuarës. Imagjino Pandeli Majko, nuk ka asgjë për zotin. Po Flamur Noka, çfarë do thot Flamuri? Çfarë do thot Flamur Noka akoma në politikë ose Albana Vokshi? Do thot gjë Flamuri ty? Omar si Pandeli Majko ka qenë rastësisht i zgjedhur nga partia, jo i votuar nga populli, kryeministër i vendit në mijëvjeçarin e shkuar, kur Amerika bombardonte Serbinë. Po na duhet tani më, me gjithë respektin Pandeli Majko. Tritan Shehu ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, apo jo, në vitin 96, Aleksandr Meksi ka qenë kryeministër, mos gaboj ti atë, kur shkonte negocionte në Lushnjë dhe ktheheshte nga Lushnja me preshmër burr. Për çfarë na duhen më këta njerëzit në sot? Këta njerëzit e dy po ta mendin në shkollë, tu japin mësim brezave të rinj se si nuk do të përfundojnë nga presh, për shembull. Për ta. Kjo, çfarë po na duhen këta njerëz ne? Çfarë? Ama, Marsin. Kam parë deputetët e rinj, listat e hapur që dalin në Facebook apo për Instagram etj. Plak është katastrofë. Ata njerëz janë të pashkolluar. Një kandidat e thoshte që ne duhet japim një rrogë. I jep edhe rrogën ajo, diku te 800 euro çdo gruaj që ri shpi që ta blej vetë fustanin. Ai nuk keni arritur apo ditën e televizor të gjëja. Një tjetër fliste, ora këta nisi flasin, ta flasin gjithë, e kanë të ardhën e shtetit në dorë, se është më thjesht që do të jap ty, e pasi viti ardha mbaron. Po. Ha? Po. Nuk kanë as fantazi më, sepse nuk ka harruar që shteti nuk është aty për të ndihmuar njerëzit. Si shteti është aty për të menaxhuar. Shumë e drejtë. Bën administrimin. Nuk bën prestigjatorin që i shton. Kur Duka erdhi president federate në 2002, që mund të i vogël fakt 20 vjeç atëherë dhe nuk i njihsha këto koncepte shumë ekonomike. Kështu dhe i bëra një intervistë. Dhe i thash, Samir, president që erdhi nga bota e biznesit të futbollit, se futbolli ka nevojë për para, i thash edhe na duhet ca para nga ty. Para, tha.
Gjejta, unë kam marrë këtu për të dhënë para futbollit, unë kam marrë këtu për të menaxhuar paratë e futbollit. Shumë Po, të fara me shfare atëherë,